Mediat dje shpërndan konfirmimin e vonuar të prokurorisë përgjithshme pas 21 muajsh për atë që ne kemi thënë që në mars të vitit 2024. Irena Gjoka ka vendim penal në Greqi si falsifikatore, si dhe 2 dëbime nga shteti fqinj dhe zona Schengen. Ajo është një falsifikatore certifikuar, me vendim gjyqësor, vepër për të cilën është dënuar me burg, si falsifikatore, më pas të konvertuar në gjobë. Ky vendim penal ka marrë formë të prerë. Po kështu, ajo është dëbuar 2 herë nga shteti grek, përkatësisht me date 24/12/2002 dhe 2 muaj më pas me 13/2/2003. Ajo ishte ndjeni të plot të këtyre dëbimeve dhe autorizoi avokatër me prokurë për kundërshtimin e tyre në organet e drejtësisë greke. Avokatët e saj i kundërshtuan masat, ndër të tjera edhe në gjykatën administrative. Kjo gjykatë erëzoi ankimin me vendimin 320 të vitit 2006 për shkak të parregullsisë së prokurës së lëshuar nga Irena me 5 mbiemra. Pra, edhe këto dëbime morën formë të prerë. Vesi i falsifikimit del me shpirtin. Irena Gjoka vazhdoi falsifikimet e saj me në drejtsinë shqiptare si gjyqtare në gjykatën e krimeve të rënda dhe më vonë si gjyqtare dhe kryetare e GKK-os. Ajo nuk ka raportuar dënimet e veta pranë KLG-s, siç kërkohej në ligjin 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, neni 28D dhe 663. Neni 28D i ligjit parashikonte se nuk mund të ketë status magjistrati një shtetas që është dënuar me vendim të formës së prerë, vendim penal të formës së prerë, pra vendim penal është fjala dhe s'përcakton siç duan disa avokatër të japin afate. Kujtojmë se ky ligj është një ligj i miratuar me 3 të pestat. Kryetari çdo gjykate ka gjithashtu detyrimin të njoftojë KLG-n kur vjen në djeni të dhënave të tilla për gjyqtarët në gjykatën e tij. Por falsifikatorja nuk hezitoi të pranonte detyrën e kryetares së GKK-os në vitin 2022 dhe të mos deklaronte dënimin dhe dëbimet e saj nga vendi fqi. Sipas ligjit 138/2015, ligji dekriminalizimit, ligji miratuar me 3 të pestat, fshehja refuzimi për të deklaruar gjykime dënime qoftë dhe jo të formës së prerë nga autoritetet e huaja për çfarëdo lloj vepre penale apo mas dëbimi shkakton ndërprerjen e menjëhershme të funksionit të gjyqtarit, si dhe përbën vepër penale që përfshin dënimin me burg. Irena Gjoka si gjykatëse e gjykatës krimeve të rënda, si gjykatëse në GKK-o, si kryetare e GKK-os dhe si subjekti vettingut, ka pasur në të gjitha këto cilësi detyrimin të plotësoj formular deklarimi sipas ligjit dhe të zbuloj ekzistencën e një gjykimi penal, një dënimi penal, 2 dëbimeve
dhe një gjykimi administrativ falsifikatorja nuk e ka bërë këtë në asnjë rast. Kjo ndaj ajo ka, si që është me 5 mbiemra, po aq falsifikime, mashtrime. Si pas ligjit 95-2016, ligji për strukturat e posaçme të gjykatës, prokurori dhe BKH, ligji miratuar me 3 pestat, të gjithë ata që donin të punonin në këto struktura, duhet të deklaronin nëse kishin dënime brenda ose jashtë shtetit, të formës së prerë ose jo, për çfarë do lloj shkelje ligjore, dhe Irena Gjoka përsëri nuk e ka deklaruar dënimin e saj në Greqi, procesin në gjykatën administrative, dënimin penal dhe 2 dëbime. Refuzimi për deklaruar përbën shkak për shkarkimin e saj të menjëhershëm. Pra, sipas 3 ligjeve të miratuara me 3 pestat, Irena Gjoka, ikona e reformës sorosiane të drejtësisë, nuk duhet të ishte magjistratet të paktën që me hyrje në fuqi të ligjit për dekriminalizimin, por ajo fsheu vendimin e saj penal dhe ekspulset dhe nuk i raportoi ato në përputhje me ligjin.